jetojmë ne shqiptarët? A mendon se niveli jon i jetesës është në një standard me një europian? Se nuk e diti, uji është europian. Ajrin e kemi europian. Po këtë si do e ndryshojnë? Unë mendoj që ka një diferencë të madhe edhe mes qytetarëve të Suedis me ata të Greqis, madje edhe mes qytetarëve të Italisë të Veriut me ata të Italisë të Jugut. Me një qytetar europian ose vendeve. Dhe është a kemi ne ato standard jetese që minimalisht është në Europë, sot e kemi ne në Shqipëri? Minimalisht do me thonë çfarë? Po pra po. Raporti arsimin shëndetësi nuk e ke europianë di? Nuk e përcakton. Kemi kaluar. Ka një element. Nëse ne diskutojmë kur raporti thotë që e 100 vite mbrapa në infrastrukturë, ne dim që infrastruktura është primitive tani, ne nuk kemi nevojë të na thotë raporti, dil në rrugë, ti din që infrastruktura jonë është primitive. Je vetëm i vend, je ndërvet me, unë nuk e di nëse ka rast tjetër që nuk ke një infrastrukturë të transportit e kurudhor. Infrastruktura është primitive, kjo nuk është e vërtet për rrugët. Absolutisht. Jo, unë besoj. Po hajde shkojmë sot në Pulja, që është shtatfishi i ekonomisë shqiptare, dhe të shikojmë cilësinë e rrugëve atje dhe cilësinë e rrugëve këtu. Hajde shkojmë edhe në... Absolutisht, dalim i shohim cilësinë e rrugëve. Patjetër.